Shala, Shoshi dhe Mirdita. Legjenda Shales, Shoshit dhe Mirdites janë pa dyshim nga më të stolisurat në dhojnë e vetë në universin e legjendave shqiptare. Kur flasim për Shalen, Shoshin e Mirditen, përsëri preceptojmë legjendën e tre vëllezërve nga pashtriku i Gjakovës, të Ram në Shirok, që nuk kishin tjetër pasuri, përveç një shosh, një shal dhe një buk. Prandaj, emrat Shal, Shosh dhe Mirdit, si pas interpretimit logjik të legjendes, mbeten se cilit vlla nga emri i sendit, që morën ditën kur u ndan. Veçohet buka si zgjedhja ma mirë për momentin, mora buken e Mirdita, ose me kaloj Mirdita sot me këtë bukë që mora, çka presupozohet si pas legjendes, se Mirdita ishte vlla i vogël, nga që zgjolli gjan ma të mirë. Ndoshta, Shala që i dyti që mori diçka ma të mvleshme se Shoshi, që i mbeti Shoshit si vlla i madh. Thuhet se kur këta tre vëllezër u dyndën nga fusha Morinës, mori njëri Shoshin, tjetri Shalen dhe i fundit një tras me bukë. Të flasësh për origjinën e fisëve të veriut, do të thotë të notosh në ujrat e turbullta të një realiteti gjysëm legjendar e gjysëm historik. Megjithatë, Gojdhena e tregon si një legjend punën e Shales, Shoshit e Mirdites. Kjo të krijon përshtypjen e besimit për faktin, sepse edhe sot pas ka shumë kohesh, Shala, Shoshi dhe tre bajrakët e Mirdites, Oroshi, Spaçi e Kushneni, mbahen vëllezër dhe nuk kanë ba martesa mes tyre. Si pas shumë gojdhenave, thuhet se Shoshi rrjedh nga djali i dytë i Murdetit. Po cili është ky lind pyetja? Ndu Cukeli thot, Shoshi rrjedh nga Zogditi, i dit Murrit, ndërsa Mirdita, si pas kësaj gjinologjie, i bie të jetë vllai i tretë që rrjedh nga Mirditi.